Fëmijët u sistemuan, i keq trajtuari në shërbim intenziv në pediatri të QKUK-s, ndërsa 6 të tjerët nën kujdesje të familjeve strehuese. Por, prindërit u arrestuan nga policia për shkak të shkeljes së detyrimeve familjare. Pas intervistimit në polici, të dy u dërguan në mbajtje për 48 orë. Sipas detyrës zyrtare, Oda e Avokatëve të Kosovës angazhoi 2 avokat që të përfaqësonin prindërit në këtë proces. Naser Morina, avokati nënës, në këtë rast ka treguar për emisionin Mat në Klan Kosova se gjatë intervistimit në polici, deklarata e nënës ishte e paqëndrueshme. Ajo nuk e ka pranuar se e ka lënduar djalin e saj 5 vjeçar. Nuk ka deklaruar, nuk e ka pranuar ato që aja i ka ndërmarrë ato veprime siç pretendon prokuroria, të shohim atutje. Po ka deklaruar në polici, ka dhënë deklaratë në polici ditash. Po e ka dhënë deklaratën. Më thonë, ajo a ka qenë në dieni për gjendjen fizike të fëmijës, për gjendjen shëndetësore të fëmijës? Aja thot vetëm para 3 ditë, 4 e kom vrejt që fëmija nuk është mirë dhe e kom pas në dërmend siç pretendon ajo që ditën kur është arrestuar dhe me dërgu në trajtim mjekësor. Kështu thot. Po deklarata e saj unë si mbrojtje konsideroj që nuk është e besueshme shumë, për faktin se ajo nuk është në gjendje dhe me kontrollu ato që i thot, se ndërkohë edhe i demanton. Kështu që unë i kom propozu edhe atë ditë, po edhe në vazhdimsi edhe kur është majtë seanca dëgjimore për mosën, që e njëjta ka nevojë për një trajtim urgjent psikiatrik. Nuk e din shkakun pse ka në qatë gjendje fëmiu, këmbë të fëmijës? Jo. Ajo nuk ka dhënë shërime tjera, vetëm thot se kur e kemi dërguar nga mjeku jemi njoftu që nuk i ka gishtë e kamës. Po se ka dërguar ajo te mjeku, ka dërguar halla dhe gruaja Hoxhës. Po ajo pretendon se ditën kur është arrestu, thot se kam dashur me dërgu te mjeku, kështu thot, para hetuesve policorë. Ajo nuk thot se ka ndërmarrë veprime, i ka shkaktu pasojën që tani move që ekziston, dhe tani move që dije. Kështu që une gjatë intervistimit nuk e pranon ajo që aja i ka shkaktu ato. Kjo është ajo konfuze dhe kontradiktore se pikërisht pyetja ime si mbrojtje ka qenë se a e keni pastruat fëmijë më herët, a e keni vrejt, apo ka pos dhimbje. Thot jo, vetëm para 4 ditë, thot e kom vrejt që nuk ka qenë mirë dhe ditën që është arrestu e kom pas në tërmend me dërgu të mjeku, kështu fjallësh. E tregon për sjelljen e saj ndaj fëmijëve, posaçërisht ndaj këtij 5 vjeçarit? Jo. Aja thot se i kom këshyr, jom kujdes për ta, i kom ushqye,